u përplas nga një automjet teksa lëvizte me biciklet, ndërron jetë në spital 87 vjeçari Luan Pirdeni, babai i ministres Adea Pirdeni. Policia ka bërë me dije se ka vënë në pranga shtetasin Sejdi Milla, 31 vjeç, i cili teksa drejtonte një motomjet, është përplasur me bicikletën me të cilën po lëvizte Luan Pirdeni. Tiranë, informacion paraprak. Specialistët e qarkullimit rrugor arrestuan shtetasin SM, 31 vjeç, pasi në kryqëzimin e rrugës Bardhyl me rrugën Kongresi Manastirit, duke drejtuar motomjetin, është përplasur me bicikletën me të cilën lëvizte shtetasi LP, 87 vjeç. Si pasojë e aksidentit, 87 vjeçari ka humbur jetën në spital. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.